Atje në znate ka si bolla? Kjo e burgosur po trajtohet në klinikën për kirurgji digestive. Ajo ditën e premtë nga burgu i Drizovës ishte sjellë në këtë klinikë në gjendje të rëndë shëndetësore pasi që vuante nga dhimbjet në stomak. 50 vjeçarja nga Radovishi thot se nuk i është dhënë ndihma e parë në kohë në ambulancën e burgut dhe ka fjetur në qëlli të ftohtë e të papastër dhe se ushqimi ka qenë jo cilësor. Mjeku Ognen Kostovski, koordinator në klinikën për kirurgji digestive, thot se pacientja është sjellë në gjendje të rëndë në klinik, duke pasur probleme në stomak, si pasojë keq ushqyerjes. Abdominalna kirurgjike intervencija e najden. Në intervenimin kirurgjik abdominal, sipas diagnozës, është gjetur simptoma peritonit difuziv, që vjen si pasojë e paraqitjes së ulçerës në stomak. Pas operimit të pacientit, ai është transferuar në repartin për kujdes intenziv. Sot është dita e 4 pas operacionit. Ajo ndjehet mirë dhe gjasa që të mos ketë komplikime janë të mëdha dhe shpresojmë se ajo do të shërohet plotësisht. Lidhur me kushtet e këqija në burgun e Drizovës, në adresë të televizionit 21 janë dërguar dhe fotografi të tjera që tregojnë kushtet e qelive që qëndrojnë të burgosurit, të cilët janë ankuar për mungesë të kushteve, ushqimeve dhe mungesë të trajtimit të mirëfillt mjekësor. 74 të burgosur të tjerë janë të vendosur në repartin e shërbimeve mjekësore të burgut të Drizovës, që është në hapësirat e qendrës klinike universitare Nën Tereza në Shkup. Kjo është qendra për shërbime mjekësore e burgut të Drizovës Arespanski, e cila gjendet në hapësirat e qendrës klinike universitare Nën Tereza këtu në Shkup. Sipas drejtorit të burgut të Drizovës, Zhivko Pejkovski, në këtë qendër vuajnë dënimin 74 persona të cilat janë të dënuara për vepra të lehta penale dhe nuk përdoret për shërbime mjekësore siç është e paraparë, pasi që të burgosurit që ka nevojë për hospitalizim janë të shtruar nëpër klinikat përkatëse të qendrës klinike universitare. Avokati i popullit si vetmi institucion që ka qasje në hapësirat e burgjeve, raporton vazhdimisht për shkeljet të drejtave të njerëzit ndaj të burgosurve. Avokati Xhet Mehmeti shpreh i brengosur posaçërisht me dhënien e shërbimeve shëndetësore në burgjet e Maqedonisë. Që 3 vite e këndej në sistemin e burgjeve të Republikës së Maqedonisë, lirisht mund të themi se nuk ka sigurim apo nuk ka shërbime shëndetësore të mjaftueshme. Ai sistem është rënuar, të mos them se është vorros në tërësi. Në raportin vjetor të drejtorisë për zbatimin e sanksioneve, nuk është paraqitur numri të vdekurve në burgjet e Maqedonisë, por sipas të dhënave të avokatit të popullit, në 2 vjetet të fundit kanë humbur jetën 10 të burgosur, 3 prej të cilëve kanë ndëruar jetë në janar të këtij viti.